Ndërkohë, teksa dhe zoti Ali Bali ishte duke dhënë disa detaje sqaruese. Çfarë vjen më tej? Çfarë pritet nga gjithë ky proces? Sepse është mbajtur disi edhe hermetik, që është e vërteta për besoj që do ketë zhvillime prapë si proces, paktën duke kuptuar nga ajo çfarë ka ndodhur, besoj do ketë akoma zhvillime në kuadër të këtij hetimi, se çfarë do dalë unë më të mirën për të panderën, sepse ne gjithmonë me të panderën jemi si avokat në parim, por kjo nuk ka të bëjë se nuk varet nga se sa themi ne. Situata faktike do jetë çështje të provuari. Por padyshim që duke menduar për të bërë më katolik se papa, ne kemi zhveshur institucionet nga një mbrojtje e cila është e domosdoshme për të ruajtur ekuilibrat kushtetues. Në shqetësimin që thot Rama në këtë mesazh, unë jap të drejtë në një pikë, po e përmbledh me një fjalë tjetër. Të cila? Që në këto postimin e sotshëm ka vetëm një shqetësim i cili ka bazë, po unë vetëm e përkthem me fjalë të tjera, që praktikisht ekuilibrat kushtetues të vendit tonë janë dëmtuar në mënyrë të parikthyer për disa vendimarrje që janë bërë tashmë precedent të detyrueshëm nga gjykata kushtetuese. Vetë rasti i zotit Berisha është një ndër ato, dhe në fakt me të drejtë në rastin e zotit Berisha nuk u pranua si mas proporcionale ndalimi përjashtë shtetit, po themi, është e vërtet ajo si prezumim. Pse është legjitimuar këtu? Sigurisht gjykata kushtetuese kur bëri analizën tha janë proporcionale sepse nuk e pengojnë kjo pjesë dhe është jo proporcionale se e pengon. Sigurisht proporcionaliteti në raport me masat e sigurimit për te faktit të shablonit përgjithshëm mbi funksionin lidhet dhe me pozitën individuale të secilit nga ne. Pra prandaj quhet masë sigurimi personale, sepse lidhet me personin dhe me nevojat e rastit. Ajo çfarë ka rrezik në rastin e zonjës Balluku, duke pretenduar një mbrojtje të tillë absolute që për mua duhet të ishte fiksisht thot ajo në këtë kuptim, pra për mua nuk do të duhej që korniza jonë kushtetuese të lindë vend qoftë edhe për të menduar mundësinë e pezullimit, për te faktit se sot kjo është një realitet që dhe gjykata kushtetuese në mënyrë të tërthore ka lejuar. Mendoj që nëse nuk je subjekti një mase, atëherë analiza është çfarë mase mund të jetë e nevojshme. Pra, sepse ka një farë mënyrë, duke dashur mu mbrojtje se tepërmi mund mbetesh pa mbrojtje, sepse në momentin kur ti thua nuk e dua pezullimin se s'm lejohet, atëherë detyrimisht prokuroria nëse e vërteton që ka nevojë për sa i përket sigurimit të çështjes, do kërkojë një masë tjetër më të rëndë, dhe pastaj sigurisht do vinë në parlament. Por pastaj mbrojtja do ishte vetëm mbrojtje politike, se juridike nuk do të kishte dot më mbrojtje. Pra politikisht prapë mazhoranca mund vendosë mos ta miratoj, edhe mund ta bëjë siç e bëri me zotin Tahirin atko. Gjithë veprimet aty çojnë. Por ama këtu pastaj kemi politik, pra nuk kemi më terminologji juridike. Pra nëse kjo mbrojtje. Elementi tjetër është që padyshim që ajo ka dy funksione, edhe zëvendës kryeministre edhe ministre. Tani unë nuk marr përsipër kush ka qenë analiza për sa i përket zëvendës kryeministres, më falni. Por si ministre e linjës, parimisht pa hyrë në detaje, legjitimohet nëse ti e njëron faktin se kush është, çfarë funksioni ka, çdo kush normalisht mund të pezullohet në parim. Diskutimi është një diskutim që nuk e di se sa do jetë në gjendje gjykata jonë kushtetuese. Sepse që gjykata jonë kushtetuese të japë të drejtë Ramës, gjë e parë që duhet bëjë është duhet ndryshoj ato që vendosi për zotin Berisha. Sepse në atë kohë u kënaqën një pjesë, kundërshtarët e tij politik u kënaqën, madje edhe të tjerët u kënaqën sepse e lidhen dhënien e drejtësisë me një individ dhe jo me nevojën e mbajtjes standardit. Siç e tha me të drejtë kolegu janë që tha nuk mundet thjesht për një qëllim të mirë me mjetet ndyra të bësh një qëllim të mirë, se kjo e prish edhe vetë qëllimin. Në rastin konkret, praktikisht masa e zotit Berisha te kaloi në shkeljet kushtetutës detyrimin që duhet merrte miratimin në kuvend. Çfarë do lloj emri ti vend? Kështu që pa ka përsyesh, sepse tek e fundit nëse do bëjmë një analizë nga pikpamja e rëndësisë që ka masa, praktikisht në gjykatë kushtetuese masa e pezullimit është më e lehtë se masa e ndalimit përjashtë shtetit apo detyrimin për të paraqitur, se është masë ndaluese, jo shtrënguese. Megjithatë, e vetmja mundësi që kjo të bjerë në gjykatë kushtetuese është vetëm nëse provohet që kjo pezullim çon drejt për drejt në rënien. Analiza me qenë drejt Ali Bali po mundon të bënte për sa i përket asaj çfarë nuk kupton imuniteti i deputetit, sepse kushtetuta nuk thot shumë. Thot thjesht imuniteti i deputetit. Tani 242-shi ka përjashtuar nga zbatimi i masës vetëm ato që zgjidhen nga ligji elektoral. Italia ka që zgjidhen drejt për drejt nga populli. Në këtë aspekt edhe në Itali është e njëjta dispozit kushtetuese plus minus.
imunitetin e tjerë, paka shumë gjithë botën është antar i Këshillit të Ministrëve, paka shumë trajtohet si të zgjedhurit drejt për drejt. Dhe gjithsesi Italia dhe disa vende të tjera kanë ndarë dy ato që quhet funksioni politik dhe funksioni juridik. Pra, kur kryeministri vepron, ushtron kompetencat karakterit politik, pavarësisht se japin pasoja juridike. Ndërsa gjykata nuk ushtron pushtet politik. Përrjedhoi ata që mbrojnë të kundërtën e asaj që thot Rama, thot që për sa kohë ne ushtrojmë dy pushtetet ndryshme dhe qëllimi dhe funksioni në krejt ndryshme nuk ka konflikt kompetencesh. Dhe besoj që... Se të marrë dhe një koment për Berishën se janë dy çështje, përfundoje. E fundit fare, mendoj që legjitimimi përsa i përket interpretimit abstrakt të neni 103.3 do ishte krejt në të drejtën e saj që zonja Balluku ta kërkon të interpretimin si pasojë një kontrolli që do vinte pasi të kalojë dhe gjykata e lartë, edhe do duhet bëjë një interpretim pajtuesi 242 të kodit të procedurës me atë, por kryeministri në mënyrë abstrakte pa patur drejt për drejt interes, sepse 240, më thënë ajo nuk e prek drejt për drejt, për mua nuk besoj se do ta legjitimoj gjykata kushtetuese për pikën e interpretimit. Dhe unë e thash në fillim, edhe javën e shkuar pata pata bëra gjithashtu të temën e çështjes së 21 janarit dhe lajmi i fundit që Berisha kërkon të hiqet masa detyrim paraqitje dhe është drejtuar sërish kushtetueses. Çfarë pritet të ndodh? Shiko, t'jemi sinqert. T'jemi sinqert. Nëse mu... Të paktën gjyqtari i asaj kohe ndjes zoti Dati, cilin e kisha në studio, më tha që dëshmia apo thirrja e zotit Berisha sërish për dëshmuar lidhur me këtë çështje nuk do të ndryshojë diçka. T'jemi sinqert, ajo është gjë e gjykuar në 95% të gjës që ka si çështje. Pse rikthehet, është pyetja ime? Për mua u rikthye në mënyrë me artifica juridike të diskutueshme dhe për mua të papranueshme. Nuk kishte vend, mund të hetohen persona të tjerë, por rigjykimi në atë formë siç u bë, për mendimin tim pati një çalim pavarësisht se u dha nga Strasburgu si orientim është gjë tjetër. Nëse unë do pyetesha, sigurisht që masat e sigurimit do ishin përjashtim nga rregulli dhe jo rregulli i përgjithshëm. Më thënë, një ndër gjërat që kemi bërë gabim dhe që vazhdojmë ta bëjmë gabim, por që e bëri Kuvendi në 2017 dhe në 2016 është që ne kemi 60% të burgjeve, i kemi në paraburgim për të mos llogaritur dhe këto të tjerë që janë jashtë sistemit burgjeve, që praktikisht bëhen 80% bëhen me masa sigurimi. Të mbi populluara. Unë mendoj që masat e sigurimit janë të tepruara, por kjo nuk ka të bëjë me një vendimarrje X që ka bërë Spaku apo GKK-ja, kjo ka të bëjë me një ndryshim politike që do duhet që Ministria e Drejtësisë të fusë një frym humanizmi brenda sistemit tonë penal, i cili sa vjen dhe bëhet gjithnjë më i ashpër. Dhe qeveritarët po e kuptojnë tani së fundmi se po u bien kurrist vet. Dhe çfarë bën Ministria e Drejtësisë? Krejt të kundërtën. Propozon një kod i cili nga keq e bën shumë keq, në ekstrem keq situatën e çështjes drejtat e njeriut dhe madje kufizon autoritetin e gjykatës që edhe aq sa ka sot për të bërë, themi, humanizëm, ja kufizon. E kthen deri atje, kthehet te kodi modeli Napoleon Bonaparte të kodit penal që me dënime gati fikse apo edhe me 4 dënime njëkohësisht për të njëjtën gjë, që kjo është absurditeti dhe unë këtu do t'i drejtohesh dhe drama. Pra, me të drejtë ndërkohë që ngre këtë shqetësim, ju lutem, a ka mundësi më të ndryshojmë ata që nuk e di se kush merret me atë kodin tani, po janë ca njerëz që urren qenie njerëzore. Ben Rakipi urren qenie njerëzore dhe unë nuk mendoj se njerëzit që urren qenie njerëzore duhet merren me hartimin e normave që disiplinojnë qenie njerëzore. Janë profesionistë mirë, po kanë shkollë, është një lloj shkolle që kërkon këto dënimet fikse për me justifikimin